I gjithë e qarku i Kukësit është përfshirë nga rreshtet dëbore të shoqëruar me temperatura të ulta, të cilat u rikthyen në orët e hershme të mëngjesit pas disa ditë mungese. Bora ka zbardhur qytetin e Kukësit, ndërsa në zonat malore mbi 700 metra mbi nivelin e detit, trashësia e saj ka kaluar rreth 10 centimetra. Subjektet kontraktore vijojnë punën pa ndërprerje për pastrimin e rrugëve nga bora dhe kriposin e tyre. Të gjitha akset rrugore nacionale deri në këto momente janë të qarkullueshme. Megjithatë, me vështirësi kalohet në rrugët rurale të njësive të larta malore të 3 bashkive të qarkut, ku mjetet duhet të qarkullojnë me goma dimrore dhe zinxhir, si dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Deri më tani nuk raportohet për akse rrugore të bllokuar, ndërsa strukturat përgjegjëse janë në monitorim të vazhdueshëm të situatës. Rreshtet të dendura të dëborës kanë përfshirë edhe segmentin Repse tuneli Kalimashit Morin. Kompania e kontraktuar për mirëmbajtjen e rrugës së Kombit është angazhuar për pastrimin e autostradës, ndërsa mjetet e borë pastruese ndodhen në terren për të mbajtur hapur këtë artere të rëndësishme që lidh Shqipërinë me Kosovën. Qarkullimi i automjeteve në rrugën e Kombit kryhet normalisht, por në vitet përdorimi i gomave dimrore. Policia rrugore u bën thirrje drejtuesve të mjeteve të ulin shpejtësinë, sidomos në të dy anët e tunelit të Kalimashit. Nga bashkitë Kukës, Tropoj dhe Has nuk ka raportime për problematikat e tjera. I gjithë qarku i Kukësit furnizohet me energji elektrike përveç fshatit Gdhesh, 13 abonet në njësinë alternative Malzi, 15 abonet në fshatin Shtresë, njësisë alternative Topojan, bashkia Kukës, si dhe njësia alternative Bujan, bashkia Tropoj.